Të gjithë e njohim këtë situatë, apo jo? Është ajo sfida e përjetshme, si ti thuash dikujt që duhet të ndryshoj pa e bërë situatën të shpërthej. Duket si mision i pamundur, por Dale Carnegie na jep disa mjete fantastike, të bazuara në psikologji, për të arritur pikërisht këtë. Okej, leti futemi i thelbit. Çështja është kjo. Kur duhet të korrigjosh dikë, çfarë po bën në të vërtetë? Po ndërton një urë apo po ndez një luftë? E gjitha varet nga fjalët e para që dalin nga goja jonë. Dhe pikërisht këtë do të zbërthejmë sot. E po, gjithçka fillon me themelin. Duhet ta kuptojmë që kritika efektive nuk është si të përplasësh një derë. Jo, është një art delikat. Dhe si çdo art, ka rregullat e veta. Le të zbulojmë parimin e parë. Dhe ja ku e kemi. Parimi numër 1. Fillo gjithmonë me lëvdata dhe vlerësim të sinqertë. Carnegie përdor një analogji fantastike për këtë. E krahason me një berber që të lyen fytyrën me shkum para se të rruaj. E zbut lëkurën. E njëjta që ndodh edhe psikologjikisht. Një lëvdatë e sinqertë ul menjëherë gardin mbrojtës të tjetrit. Praktikisht i thua: "Hey, unë të vlerësoj." Dhe kjo e bën shumë më të lehtë që ai person të pranojë kritikën që vjen më pas. Dhe për të parë se sa fuqishëm funksionon kjo, mjafton të shohim këtë letër. Jemi në një nga momentet më të vështira të luftës civile amerikane. Abraham Lincoln duhet t'i tërheq vërejtje një generalit briljant, por jashtëzakonisht kokfort. Po si e fillon letrën? Ai hidhet direkt në fyt? As pak. Shikoni me kujdes. Ai fillimisht i pohon besimin, i liston pikat e forta dhe vetëm pastaj, me një delikatesë të jashtëzakonshme, kalonte kritikat. Siç thuhet, ai e ndërtoi urën para se të ecte mbi të. Gjeniale. Mirë, e kuptuam. Filloj me diçka pozitive. Po pastaj, si e themi atë që duam të themi, pa e prishur gjithçka? Ktu hyn në lojë parimi i dytë. Si ta japim kritikën, por në mënyrë të tërtorthë. Ktu fshihet gjithë magjia psikologjike. Kur kritikon dikë drejt për drejt, çfarë ndodh? Menjëherë aktivizohet mekanizmi mbrojtës. Egoja thot: "Stop, po më sulmojnë." Por kur e bën në mënyrë të tërthortë, i jep personit tjetër hapësirën që ta zbulojë vetë gabimin. E kuptoni? Kjo ja ruan dinjitetin dhe e bën ndryshimin të duket si një zgjedhje e tij, jo një urdhër nga lart. Shembulli klasik për këtë është historia e Charles Schwab. Imagjinojeni skenën. Ai gjen disa punëtorë që pinë duhan pikërisht poshtë tabelës ku shkruan ndalohet duhani. Reagimi instiktiv do ishte tubërtisje, apo jo? Po ai çfarë bën? U jep secilit nga një puro të mirë dhe thjesht u thot: "Djem, do ta vlerësoja shumë nëse këto do t'i pini jashtë." Mendojeni pak. Ai korrigjoi sjelljen, u bëri një dhuratë dhe në fund i bëri ata të admironin. Kjo është mjeshtria vërtet. Dhe shpesh e gjithë kjo teknik varet nga një fjalë vetme. Vetëm një. Shikoni ndryshimin mes por dhe. Kur thua "jemi krenar për ty, por", fjala por praktikisht fshin gjithçka që the më parë. Është si thuash, ajo lëvdata ishte thjesht një justifikim për të kritikuar. Por, nëse zëvendëson me dhe, "jemi krenar për ty", dhe nëse vazhdon kështu, e gjithë biseda kthehet në inkurajim. Nuk po thekson dështimin, po tregon rrugën drejt suksesit. Okej, pra, kritika e tërthortë është e fuqishme, por ka diçka edhe më të fuqishme. Një teknik që të çarmatos plotësisht, sepse është thellësisht personale dhe kërkon përulësi. Cila është ajo? Të flasësh për gabimet e tua, para se të flasësh për të tyret. Kjo gjë ka një fuqi të jashtëzakonshme. Pse? Sepse në momentin që ti pranon se, "Hey, edhe unë kam bërë plot gabime", e gjithë dinamika ndryshon. Nuk je më gjykatësi që po jep një vendim. Je thjesht një njeri jo perfekt që po flet me një tjetër njeri jo perfekt. Kjo e shem burrin e egos dhe i tregon tjetërit se po i flet me empati, jo nga një pozicion superioriteti. Vet Carnegie e përdori këtë me mbesën e tij, Josephine, e cila punonte si sekretare për të. Para se t'i thoshte se kishte bërë diçka gabim, ai u ul dhe i tha diçka të tillë: "Ti je shumë më e mirë në këtë punë se sa isha unë në moshën tënde. Unë kam bërë gabime shumë më të mëdha." Ai e filloi bisedën duke u treguar i përulur, dhe kështu, kur i dha sugjerimin, ai nuk tingëlloi si një qortim, por si një këshill e mençur. Një tjetër histori vërtet prekse është ajo e një babai, Clarence Zerhusen. Ai kuptoi që i biri 15 vjeçar kishte filluar duhanin. Në vend që t'i mbante një leksion moral, ai u ul me të dhe i tregoi për luftën e tij personale me nikotinën, sa pishmanishte që e kishte nisur. Nuk dha asnjë urdhër, thjesht tregoi dobësinë e tij. Dhe rezultati ishte i pabesueshëm.
Jo vetëm që i biri nuk e ndezi më kurrë cigaren, por edhe vetë babai gjeti forcën ta linte duhanin pas asaj bisede. Mirë, folëm për pranimin e gabimeve tona. Tani, le të kalojmë te mënyra se si i udhëzojmë të tjerët. Ka një ndryshim të vogël, por teje të fuqishëm në qasje, kalimi nga dhënia e urdhrave të bërja e pyetjeve. Ky ndryshim i vogël mund t'i fuqizojë njerëzit në mënyrë të pabesueshme. Le ta pranojmë, askujt nuk i pëlqen t'i jepen urdhra. Pse? Sepse një urdhër direkt godet drejte në krenari. Të bën të ndjesh i pavlerë, sikur s'ke mend vet. Shkakton mëri. Por një pyetje transformon situatën. Ajo e kthen urdhrin në një sugjerim. E fton personin tjetër të bëhet pjesë e zgjidhjes. Kjo jo vetëm që e bën më kreativ, por e bën të ndjejë se vendimi është edhe i tij. Mjafton të shohim këtë kontrast për ta kuptuar. Nga njëra anë kemi instruktorin arrogant që vërtet e kërcënon. Çfarë arrin? Vetumëri dhe rezistencë. Nga ana tjetër, një pyetje thjesht e zgjidh problemin pas një lloj konflikti dhe më e rëndësishmja, ruan marrëdhënien sepse tregon respekt për krenarinë e tjetrit. Dhe gjithë kjo na çon te parimi final, ndoshta më i rëndësishmi nga të gjithë, ai që i lidh të gjithë të tjerët bashk. Bëhet fjalë për rëndësinë absolute të ruajtjes së dinjitetit të tjetrit. Dhe kjo është jetike, absolutisht jetike. Edhe nëse ne kemi 100% të drejtë dhe personi tjetër është 100% gabim, nëse ne ja shkelim egon, nëse po shtrojmë, sidomos publikisht, ne po kryejm atë që shkrimtari i madh Antoine de Saint-Exupéry e quante një krim. Një krim kundër dinjitetit njerëzor. Historia e General Electric me gjenin Charles Steinmetz është një shembull mjeshtror i kësaj. Steinmetz ishte një gjeni absolut i elektricitetit, por një menaxher i tmerrshëm. Ata duhet ta hiqnin nga ai pozicion, por nuk mund ta fyenin apo ta humbisnin. Pra, çfarë bën? Nuk e pushuan, nuk e degraduan. Ata i dhanë një titull të ri, pompoz, inxhinier konsulent për General Electric, praktikisht duke ngritur në detyrë për të bërë atë që bënte më mirë. Steinmetz ishte në qiellin e 7 dhe kompania zgjidhi problemin pa asnjë dramë. Kjo thënie e Saint-Exupéry e përmbledh në mënyrë perfekte. Në fund të ditës, nuk ka aq rëndësi se çfarë mendojmë ne për dikë. Ajo që ka rëndësi absolute është se çfarë mendon ai person për veten e tij. Dhe detyra jon është ta mbrojmë atë imazh. Ky është çelësi për çdo marrëdhënie të shëndetshme. Mirë pra, le t'i mbledhim të gjitha këto ide të fuqishme dhe t'i kthejmë në një set mjetesh praktike që çdo kush mund t'i përdorë. Ja ku i kemi 5 parimet kyçe. 1. Fillo me lëvdat. 2. Tërhiqe vëmendjen te gabimet në mënyrë të tërthort. 3. Fol për gabimet e tua së pari. 4. Bëj pyetje, mos jep urdhra. Dhe 5. Gjithmonë, lëre tjetrin të ruaj dinjitetin. Nëse i zbatojmë këto, nuk bëhemi vetëm lider më të mirë, por bëhemi miq më të mirë, partner më të mirë, thjesht njerëz më të mirë. Dhe me këtë pyetje, dua t'ju lë të mendoni. Cila marrëdhënie në jetën tuaj mund të ndryshonte rrënjësisht vetëm duke ndryshuar një fjalë të vetme? Ndoshta duke kthyer një por në një dhe, ose duke kthyer një urdhër në një pyetje. Provoni, ndikimi mund t'ju habis,